Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja do të jetë në krye të listës së kandidatëve të Partisë Socialiste për qarkun e Lezhës në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në listën e mbyllur do të jenë Ministri Ulsi Manja dhe Ermal Pacaj, ndërsa në listën e hapur do të jenë 7 kandidatë të tjerë, të gjithë prurje të reja që kandidojnë për herë të parë në siglën e Partisë Socialiste. Në qarkun Lezhë, në listën e mbyllur do të jenë Ulsi Manja dhe Ermal Pacaj, i përzgjedhur nga platforma Deputeti që duam. Ndërkohë në listën e hapur, Admir Kadeli, Andon Gjoni, Klotilda Ndreca, Erion Markaj, Marjeta Neli, Aurora Regji Gjeloshi dhe Pranvera Skana. Më i vjetri në këtë listë sigurisht jam unë, sepse mosha mesatare e kandidatëve të skuadrës tonë përfaqësuese në qarkun e Lezhës është rreth 38 vjeç, u kam rritur unë pak fakt moshën, si më i vjetri, dhe më i riu është 26 vjeç. Është një listë përfaqësuese, reflekton profesionet ndryshme, eksperiencat ndryshme, por dhe është një listë përfaqësuese për të 3 bashkitë e qarkut, në Lezhë, në Kurbin dhe në Mirdit. Sigurisht në listën e hapur 4 kandidat i takojnë bashkisë Lezhës, 2 kandidat të lista e hapur përfaqësojnë bashkinë e Kurbinit dhe 1 kandidate përfaqëson bashkinë e Mirditës, por e gjithë lista jonë sigurisht të radhë ka një komponent të rëndësishëm që është vota e diasporës. Le të themi në 3 bashkitë e qarkut që ka Lezhë, po t'i referohemi numrit të votuesve të regjistruar në diasporë bërë publike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ne tashmë jemi me 4 bashki. Diaspora është bashkia e 4 e këtij qarku, edhe e bën listën tonë shumë më përfaqësuese dhe le të themi do të kemi një garë shumë të fortë. Ermal Pacaj, që do të jetë në listën e mbyllur së bashku me mua, ka studiuar në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe nga psikologji, ka mbajtur poste të ndryshme në sektorin publik dhe privat, është përzgjedhur nga portali Deputeti që dua. Admir Kadeli. Sigurisht Admir Kadeli është me profesion ekonomist, financbank, është i angazhuar në sektorin privat, edhe Admiri është marrë nga portali Deputeti që duam dhe le të themi ata që e njohin Admir Kadelin, Admiri është djalë që ka kontribuar familjarisht por dhe personalisht në Partinë Socialiste. Andon Gjoni, sigurisht është i diplomuar për informatikë ekonomike, është njohës i mirë i sektorit financiar dhe IT-s, edhe ky është kandidat nga portali Deputeti që duam dhe është prurje e re për Partinë Socialiste, 26 vjeç. Andoni është më i riu në listën tonë. Me Klotilda Ndrecën, ka mbaruar Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin Luigjë Gurakuqi, nga portali Deputeti që duam, ka punuar në sektorin publik dhe privat, le të themi kandidon rishtas në listën tonë dhe është rikthyer familjarisht në Lezhë për të vazhduar kontributin për Lezhën, por edhe për Partinë Socialiste. Erion Markaj do të përfaqësoj bashkinë e Kurbinit, është i diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë dhe Ekonomisë, sigurisht ka një kombinim përvoje në sektorin publik dhe sektorin privat, po ashtu bashkinë e Kurbinit të radhë do të kemi Marjeta Neli, një mësuese me eksperiencë, që në fakt është pas meje është më e vjetra në moshë, vjen nga portali Deputeti që duam, ka punuar në zonën e Kurbinit me një kontributore e shkëlqyer në fushën e arsimit dhe mësimdhënies, për të vazhduar pastaj me Aurora Regji Gjeloshi. Ka studiuar për administrim biznes, ka punuar në sektorin publik dhe privat. Aurora është në fakt nuk vjen nga portali Deputeti që duam, por është një kontributore dhe një prurje e re që do të jetë një vlerë e shtuar në skuadrën tonë për qarkun e Lezhës. Dhe në mos gaboj, lista jonë për Mirditën do të ketë Pranvera Skana. Pranvera Skana ka mbaruar Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë për komunikim dhe media, mban gradën doktore e shkencave dhe lektore me kohë të plot në një universitet publik dhe me kohë të pjesshme në disa universitete private. Me këtë listë përfaqësuese, ne mendojmë që gara jonë në qarkun e Lezhës për të marrë mandatin e 4 në këtë qark do të jetë një fushat, një garë dinjitoze. Ne i ofrojmë një listë me figura tërësisht të reja banorëve të qarkut të Lezhës.